pse është nga temat bazike të Kuranit. Shikoni për shembull në Kuran, sa përmendet shejtani, dhe në çfarë kontekste përmendet. Do në sa përmenden devijimet e popujve, refuzimet e tyre, dënimet që ata përjetuan, kundërshtimet bërë pejgamberëve, në boshtin e kësaj çështje është zakonisht tema e shejtanit. Shejtani ka devijuar, ai u ka zbukuruar, ai u ka hijeshuar, ai u ka bërë me ato mjete që do t'i përmendim. Pra një temë që gëzon hapësirë kaq të madhe në shpallje dhe trajtohet me kaq fokus të madh dhe është kaq prezente, duhet të ketë edhe një të prezente. Shikoni për shembull pejgamberin alayhis salam të ndërrozat në hadithe, sa është prezente tema e shejtanit. Përmendani jo vetëm në çështje madhore të besimit, po dhe çështje rrutinore të përditshme. Për shembull, kur të han bukë, kur të pin ujë, mos pi me këtë dorë, mos i me këtë këmbë, mos e bë këtë. Pse e bën shejtani? E bën shejtani. Do nga se është objektiv shëratike, fillimisht kjo temë të jetë aktive në jetën tonë, por edhe pastaj ta kundërshtojmë çdo gjë që ka të bëjë me shejtanin.